Po të llogarisim dhe të tjerët, vendet tjera shkon mbi 45% në popullatës. Ku po shkojmë kështu ne? Njerëz adetar që e doni këtë vend, le t'i shtrojmë pyetjen vetës, ku po shkojmë? Ne po shkojmë dhe zhdukes. Zhdukes së pashmangshme. Nga këta 1.100.000 që kanë ikur, 70% janë ndër 45 vjeç. Lindjet sot janë 76% më të ulta se 91. Pse kjo? Pse nga viti 2007 në vitin 2014 populata në Kruj, në Tiranë dhe në Shqipëri rritej nga vitin vit. Rritej, është statistika, është instituti që e fakton. Qa ndodh tani? Ndodh sepse ky regjim me aktet, me plaçkitjen që bën, me mashtrimet që bën, me dhunën e formave të ndryshme, ky vret shpresën shqiptarve. Ky ja u nxen diellin shqiptarve. Ky ja u nxin jetën shqiptarve. Ky regjim çfarë bën? Miq, ka pushtuar të 90-93% të medjave. Dhe ato i paguën miliona, dhjetra milion euro nga taksat tuaja për të mashtruar nga mëngjesi gjerëndark. Në qoftë se në diktaturë hoxhiste, ne kishim një televizion dhe kishim 2-3 gazeta, po nga nga tjetër kishte dhe Zërin Amerikës, kishte dhe Radio Vatikanin, kishte dhe televizioni italian. Pra, orientoheshim më lehtë. Sot, nuk ka më një zëri popullit. Janë 20, 30, 40 të tilla. Nuk ka më një radio televizion. Janë 90% e tyre. Qa ndodh me këtë moment? Taksat tuaja, parat tuaja shtrojnë në mashtrim për ju. Mashtrimi shtrohet në vjedhje, shtrohet në errësirë. Dhe në këtë mënyrë shtrohet në votë, në këtë mënyrë shqiptarët largohet. Nuk shohin kurfar perspektive në këtë vend. Nuk shohin perspektivë sepse krimi i tryston. Janë 2 vende në Europë miq që kanë pësu, është dhe një vend tjetër që ka pësu këtë që kemi pësu ne, dhe kjo është Gjeorgjia. Edhe atje është një diktaturë autokratike. Edhe atje të gjitha pushtetet janë në një dorë. Por atje fuqia e vërtet është Rusia. Kurse në Shqipëri fuqia e vërtet është droga. Është droga. Janë miliardat e drogës. Ju ndigjuat për Ergyll Sagasi. Çfarë është Ergyll Sagasi? A mund të imagjinoni ju një njeri që ka një zyrë të madhe,
që filmon e regjistron çdo gjë dhe mizën që i lviz, që thret ministra, që organizon vrasje, që thret gjyqtar, që thret kryepolice, tjerë tjerë. Kush është ky? Ky është Edi Rama. E ky Sagasi ishte një ordiner, një nënpurs, një punojës, por që u bë gjithfuqishëm sepse ishte Edi Rama. Në fakt, merrte çdo natë udhëzimet e Edi Ramës. Tu them unë ju, nuk ka burra më të liq se këta tre që doja u them. Taulan Balla, si që ky Ervin Hoxhaj, dhe ministri tjetër para ti, Çuçi. Më të liq burrat nuk bëhen. Pa do të them një gjë. A mund ta imagjinoni ju, që ata i ka heqë qytë tre Ergysi? Absolutisht. S'po duhem e shugojnë për ta. Të tre i ka shkarkuar nga detyra. Pse? Sepse tregonte zero tolerancë ndaj tyre për të ndërhyrë policinë e krimit. Nuk keni punë ju me prodën, apo stërprodën. Me këta nuk keni punë. E thirrën njërin prej tyre, po, dhe i thanë, shiko, ministër, ne me këta tre kriminal në polici, ne ndërpresim marrëdhëniet me policinë. Dhe ky i thot, ju thot, këto fjalë mos mi thoni mua, se unë nuk kam asnjë autoritet tek ata. I gjithë autoriteti thot është tek kryeministri. Ai e ka në dorë këtë. Edhe ata shkojnë drejt e zyrë. I thonë ne të kemi ardhur për këtë punë se ministri na tha këto fjalë. Çfarë ndodhi? E thirri. Mor legeni, tha. Ti u ke thënë atyre që i kam unë në dorë, pas një muaj e shkarkoj. Jau dhe këta e njerëz që unë i sulmoj çdo ditë në parlament, e keni pa ju? Po. Por këto janë, ky është Ergysi. Ergysi pra ishte Edi Rama. Ne qeverisemi nga një njeri i cili e vërteta është kryetari i organizatës më të rrezikshme kriminale të Shqipërisë, të Ballkanit dhe të Europës, dhe ky është Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi sot në një udhëkryq shumë të rrezikshëm. Është bërë bajate. Është bërë stër bajate, ja u them unë ju. Edhe unë e kuptoj.